Rruga e pyllit të sodës është bllokuar si pasojë e grumbullimit të ujit, duke vështirësuar ndjeshëm lëvizjen e automjeteve dhe kalimin e këmbësorëve. Situata është krijuar mbas treshive të fundit, ndërsa në disa segmente uji ka mbuluar plotësisht asfaltin, duke bërë thuajse të pamundur qarkullimin normal. Pamjet që po ndiqnin në ekran janë filmuar këtë të premte nga televizioni 6+1 Vlora dhe tregojnë qartë për masat e përmbytjes në këtë zonë. Automjetet lëvizin me vështirësi, ndërsa këmbësorët detyrohen të shmangin rrugën për shkak të nivelit të lartë të ujit. Pavarësisht ndërhyrjeve të shpeshta të ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, prezenca e ujit në këtë zonë krijohet gjithmonë nga rreshtit e shiut për shkak të problematikave që rruga ka pasur që në projektin e saj. Ndërkaq, gjatë paradites së kësaj të premteje, evidentoheshin qartë edhe dëmet e shkaktuara nga era e fortë. Siç mund të shihni, shumë pemë janë rrëzuar, duke rrezikuar sigurinë e kalimtarëve dhe duke bllokuar në disa raste edhe segmentet rrugore. Kjo situatë është e përsëritur sa herë ka rreshje intensive, ndërsa kërkohen ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për të normalizuar gjendjen dhe për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.